tani kemi patëm ato historinë që kishte shkuar keq për Korçarën, qartë se për ato jo. Tani kemi një histori suksesi. Kemi marrë polake në studio. Nuk kemi surprizuar të gjithëve. Një vajzë nga Shkodra na tregon historinë e saj të suksesit nga një lidhje në distancë. Regjia, Bravo. e kemi Migena? Migena? Përshëndetje. Përshëndetje, si e? Kemi, mirë, si jeni ju? O, zotë theksi të bukur që paske. Migena e Shkodrana? Apo? Shkodrane. A është vërtet Migena me Ken Shkodran tana i ban, prandaj ta funksionu dhe lidhja në distancë. O Migena, po na tregomi çik më shumë kur u lidhe, sa kohë ke me atë çunin. Si e ka emrin që mos i drejtojmë atë? Ti japim ti themi emrin. Romario, djali quhet Romario, por shkurt i thrasin Mario. Sa kohë ke ti me Marion? Unë jam njoft në shtator të vitit 2018. Sa të lashtë. Unë kam kënë 16 vjeqe, ai ka kënë 19 vjeq. Aha, ku njofës? Edhe jena njoft një dasëm. Sa bukur. Me kështu, Edhe are. aty ka fillu kontakti i parë, domethënë. Kena nejt një vit këto offer. Në Shkodër? Në 2000, po. Aha. Masane në 2020 në shkurt, ashtë largu, ka jetë në Itali, edhe kena nejt gati 2 vjetë gjysë pa u taku fare. Fare. Nuk e taku? Po, vetëm, jo, hiq. Se aj nuk ka pas letra, one prindrit me mentalitet i fjesë, si Shkodranët, mo. Ha, do më thënë, Edhe s'ka mujt me lëviz me nuk ishit taku. feju. Nuk ishit feju kështu zyrtarisht. Jo. Si mjetin e feju, këtë vitin që kaloj, do me thënë. Sa bukur. Sa mirë. Po si e mbanit lidhje nga distanca? Si funksionoi për ty? Për zotën komunikimi, duhet me komuniku super shumë. Ta në kuhen vetëm video call, mesazhe, vetëm me fol, duhet se Migena, zban vetëm me fol non-stop. A u bëje xheloze ti? Në fakt, ma gjelës ka kënë Mario. Aha, se me këta është. Edhe Mario Shkodranë është, po? Po, Shkodran. Okej. Unë thash se jam natyrë shumë gjeloze, vetëm kur kam një shkas shumë ma mundë më bëha gjeloze. Kurse Mario ka kanë shumë gjeloz, një periudhë ka kanë tepër, do me tha nuk letas me dal, u bënte me nerva kur delsha. Ka pas hallë që kishin 2 vjet pa u taku. O Migena, si ja bënit kur ziheshit? Se ne edhe kur po diskutonim këtë temën në studio, pikpyetja më e madhe është kur ziheshit, na tregoj çiko gold si ziheshit, ç'a bënit, si pajtoheshit pastaj. Blok and blok. Komunikimi më i mirë që ekziston. Blok and blok. Me vërtet ban më ndonjë histori? Kena pas një të mirë që kur kam kënë me nerva, a i ka kënë një qetë. S'kena kënë kur 2 për herë me nerva. Shu po. Po unë të kam parë që ke jetu në TikTok ca fletore me shkrime, me ca gjëra dashurie, data të bukura i ke aty? Po, e kam marrë me vete me u tregu. Ka kënë kjo periulla ko kam kënë të vujtë shumë distancen. Edhe pa të venos që me shkrujt disa gjana, plus që marrë gjithë ditë, gjithë nadje. Më shkrujte nga një mesazh, si të poezia, dhe një fjalim po përsa. Sa bukur. Vërtet? Po, detyrm, edhe kështu kam shkrujt krejt me data. Të shkruante ai ty mesazhet vogla. Po, gjithaj Si që kam shkrujt në fletore, Na i janë tregoj mesazhet çik të tij. aman. Fletorin e kam fillu kështu, që është vitin e parë që kam fillu. Diqa sa e bukur. Edhe kam rrit deri te viti 2024, se ne 7 vite bashk i bëjmë në tetor. Edhe Viti shumë 2025. inshallah. U plakshit bashkë. Bashk fix. Ju lumt goja në kokën tuj. Në kokë të gjesit, o Migena, se këtë e kemi qik me merak. Në kokën tonë, gjithë. Se di hajta dhe me shkrimin? E shofim, na lexoj një. Po. Aha. Okej, për shembull me datën 29 dhjetor 2020, në orën 11:30 nadjes. Të mëngjesit, Më ka e thoni shkruar unë. këtë Nadje, poezinë, sa e po, bukur. Mëngjesit.
Kur ulem të flej, është shumë errësirë dhe unë kam frikë të flej në errësirë. Por, unë mbyll sytë dhe ndroj për ty. Ti vjen si kur hëna dhe më ndriçon. Dhe kështu, unë flej i qetë. Janë dedikime që janë shkurta. Sa i mirë. Qa shenjë është Mario? E di që po e mendoni të gjitha këtë pyetje. Peshit. Një pesh. Është romantik. Po ti? Unë jam binjakët. Ti e mbyske, Migena Mario. Migena, le ta themi me snesh, Migena, Mario nuk ka nga t'ja mbaj me një binjak. Mario është xheloz, Migena s'është xheloze. Po ku e di si kanë ndryshuar gjërat pas 7 vitesh, Miglim. Jo, nuk jam shumë xheloze. Nuk e di, kam me kanë ditë, po. Po tani Mario është kthyer, a jeni të dy bashk apo është prapa ndej? Jo, është prapa ne, jena taku mas 2 vitesh që këna nejt pa u taku, jena taku në verë 2022, ka nejt 3 ditë diçka ishto. Masa ne ishë orën 5 muaj parë, 6, varet, takohena. Po tani kur të vi? Për ditëlindjen e tij këtë vit, do me thonë me 15 mars që ishte, i bëna unë një surprizë, shkova për ditëlindjen e tij atje. Sa bukur. Po, ai nuk e kishte idenë. Por që shumë shpejt, do me thonë, në gusht këna dasmen, edhe këna me kanë gjithmonë bashkë. Të martoni! Kjo dartë të kite nga regjia. Pas dasmës a i keni vendosur për shembull ku doni të jetoni në Itali apo në Shqipëri? Kena menu që me jetu këto, me provu, do me thonë, nga që unë kam marrë shkollën për mësuese arsimit fillor, edhe në Itali nuk është se njifet. O Migena, përpara se ti ikësh, kam një pyetje, amansësh, kuriozitet gocash, si të propozoj? Ku të propozoj? Të stadiumi Loro Borici. Fix, tipik Cu Shkodran. Ku ishit në mes të ndeshje, po luaj në ndeshje, apo ishit thjesht ju te stadiumi? Jo, tek stadiumi kena pas vendin ton takimit. Sa bukur. Mashallah. Migena, kene këshill për gocat që kanë lidhje në distancë, shumë goca na kanë shkruar për këtë temën edhe kanë patur goxha gjëra për të thënë edhe goxha vështirësi që kanë kaluar. Cila është këshilla jote për gocat që janë duke kaluar në të njëjtën situatë? Të fol për experience teme, mendoj që vetëm duhet me komuniku sa më shumë, me pas shumë besim, po shumë besim. Edhe me kanë shumë pak xheloze. Edhe ta dua shumë, kam përshtypjen, a? Po, normal, ajo, atë që diskutohet. Gina, me këtë buzëqeshje që ke ti, nuk e di se si mund të mos duash ty, faleminderit shumë që... Shumë faleminderit. U bashkove në pa manual. Faleminderit shumë ju edhe për ftesën. Të përqafojmë. Shumë e mirë, të përqafojmë. Ciao, të mbar, ditë të mbar. Faleminderit.